Po pas këtij gjykimi të plot të gjykatës kushtetuese u bëhet qartë që nuk ka kurrfarë të drejtë të vetos të askujt në konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Ky është përfundimi i parë i rëndësishëm. I dyti i rëndësishëm është që gjithë deputetët duhet të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Dhe i treti që dua ta ndaj me ju është që lëvizja vetëvendosje nuk ka kurrfarë vote për listën sërbe, të asnjë të propozuar. Kështu do të zhvillohet seanca. Mendoj që deputetët marrin pjesë prej gjitha partive politike dhe kur të dështojnë të gjitha opcionet e listës sërbe, atëherë mbetet vetëm i fundit, që është zoti Rashić, edhe zgjedhja e tij nuk më merr mendja që do të jetë antikushtetuese. Kështu ka thënë aktgjykimi dhe kështu mendoj që edhe do të ndodhë. Sot më merr mendja që do të përfundojnë të gjitha. Ju e dini që maksimalisht do të mund të kishte 27 opsione po i bien, që të votohet derisa të shteren propozimet e listës sërbe dhe pastaj besoj që më së miri është Kuvendit mos e zgjas më këtë peripeci edhe që të kryhen të gjitha sot. Nuk më merr mendja që zgjatet më shumë se 3 apo 4 orë, do të kryhet më merr mendja konstituimi i Kuvendit në ditën e sotme. Besoj fort që do të kemi Kuvend të konstituar. Ai është i propozuar i vetëvendosjes edhe është votuar nga gjithë ne. Është zgjedhur me legitimitet. I kemi uruar të gjitha të mirat.